Keni rregulluar çështën e internetit? Ishte një blackout i tmerrshëm. Kishte shkëputje për 3 ditë, tani është rregulluar falezorit. Po, tani interneti ju vjen me Starlinkun amerikan apo me internetin e Iranit? Elon Musk tha që do të sillon Iranit internetin, më që të informoni çfarë po ndodh në të vërtetë. Po, thuhet që Starlinku na kanë përdorur të infiltruarit e Izraelit në Iran. Okej. Kurse tani është e lidhur me gjithë botën e internetit, për 3 ditë për arsye sigurie thanë që e kanë ndaluar, dhe tani pothuajse 2 ditë është në rregull. Pa probleme me lidhjen. Pra do të thonë çdo qytetar iranian apo qytetare iraniane mund të lidhet me internet dhe mund të shohë gjithë lajmet e botës. Ka kështu Sigurisht po. Çdo gjë, mund të shohë çdo gjë. S'ka kufizime. Okej. Si në Shqipëri, si në Francë, si në Angli, si gjithandaj. Okej. Ku e dija i çajeve të Ka disa aplikacione si në Shqipëri që është i bllokuar TikToku, pra është i censuruar, dhe ka disa aplikacione të censuruara. E qartë. Sidomos për pornografinë e për këto gjërat kam përshtypjen, e di. Sigurisht të parat, po. Okej. Si është situata shpirtërore, emocionale, ekonomike e popullit iranian? Ti je një dëshmitar, je një bashkëjetues, jeton aty, afër Teheranit. Për shkak të sanksioneve që po bën shumë vite, gati 40 vjet që është në sanksione, ekonomia, sidomos vitet e fundit, ka rënë pak. Para 10 viteve, në vendin kur unë jam i punësuar sot, kam marrë vesh që një roje merrte $6.000 rrogë mujore. Pa në radio televizionin shtetëror të Iranit. Merrim nga $6.000 rrogë mujore, Roja. Ndërsa gazetarët dhe punonjësit e tjerë nuk e di, me siguri më shumë. Ndërsa në vitet e fundit kemi një inflacion të papar. $6.000 nuk merr roja as në Amerikë, më zotë $600. Do jetë $600. $600, mëse kemi në $600. $6.000 dhe jam i sigurt për këtë. Në Iran, para 10 vitesh, kur ka marrë unë, ka pasur një Atë janë me luk floriri? prosperitet mjaft e mirë. Mos ka qenë me dollar kanadez më valla. Ja, më. Ose australian. Më dobët. Tani unë Po, nëse se është po. i kam jetuar, i kam parë. Kam përkthyer dhe filma, edhe i di çmimet si kanë qenë dhe si janë sot.